Përshëndetje artist vegjël. Përshëndetje Poku. Përshëndetje Xhaxhi Piktori. Përshëndetje. Përshëndetje fëmijë, kudo që ndodheni. Ja ku jemi fëmijë të dashur përsëri në këtë sezon të ri. Dhe kemi përgatitur për ju surpriza shumë të veçanta. Çfarë Xhaxhi? Surpriza të veçanta? Po, surpriza. Të lutem na i trego, të lutem. Nxitohesh shumë ti, Poku do i tregoj të gjitha surprizat. Sepse unë doja të thoja, kur ti ishe për pushimet dhe për malit e Shqipërisë në ato pyje, ne përgatisin gjëra të reja, emisione të reja. Vetëm kaq? Po jo, Poku, vetëm kaq, ti mos më ndërprit mua, do të përfundoj unë, sepse surpriza më e madhe, që nuk e di as ti dhe të gjithë fëmijët, është sepse ne përgatitëm kanalin e ri për ju fëmijë, Tip TV. Gjithashtu, rubrika Artisti i Vogël Tak Fak nuk do të bëhet këtu në studio, por do të bëhet Ku Xhaxhi? Në pyllim tim, i sa qef të pyllim do bëhet emisioni. Poku, nuk do bëhet e pylli jot, por do bëhet e Crystal Center. Te Crystal Center kemi krijuar për ju artist vegjël dhe për të gjithë ata që duan të bëhen artist, Tring Art Club. Po una mund të vi aty? Po patjetër mund vish o Poku, biles aty do të organizojmë edhe ekspozita, sepse ekspozita që do organizojmë me gjithë punimet e fëmijëve nga emisioni Artist Tak Fak, do të vendosim aty te Crystal Center, në atelien tonë. Shumë bukur Xhaxhi Piktori. Po mirë, po piktor mund të bëhen të gjithë fëmijët? Patjetër që mund të bëhen të gjithë fëmijët, sepse fëmijët o Poku më parë kanë filluar të vizatojnë dhe të pikturojnë dhe pastaj mësuan të shkruajnë edhe të lexojnë. Po Xhaxhi. Apo jo? Xhaxhi Piktori. Urdhro. Po regjistrimet kanë filluar? Po, edhe regjistrimet kanë filluar biles, unë aty jam çdo mbas dreke dhe bashkë me fëmijët e tjerë që i mbledhur aty vizatojmë e pikturojmë të gjithë bashkë. Është shumë bukur. Kur të vish do ta shikosh edhe ti vet. Sa bukur është. Urdhro. Unë mbas ditë nuk vi. Nuk vi dot mu Xhaxhi se në pylle lëshohet shpejt. Pastaj unë fle shumë herët Xhaxhi, se di pse fle herët unë. Unë fle herët që të ngrihem në mëngjes i freskët dhe të shkoj në shkollë shumë i freskët. Pastaj Xhaxhi, Xhaxhi. Qa ke Poku, më thuaj. Mos ki turp, thuaj. Po jam o Xhaxhi, po vetëm në Tring Art Club do të pikturosh ti, këtu në studio asnjë gjë nuk do bësh. Po jo, Poku, më keq kuptove. Ne këtu do të bëjmë çdo gjë. Si që kemi thënë, do t'i bëjmë të gjitha Tak Fak. Tak Fak, po Xhaxhi. Ndërsa atje do të bëjmë të tjera. Po. Atje do bëjmë kurset e pikturës për fëmijët nga mosha 4 vjeç e lart, që tham. Unë desha të pyes. Ti për pushime vajta në mal apo në det? Edhe në det vajta mo Xhaxhi Piktori, edhe në det vajta. Ashtu, ë? Unë erdha edhe në Durrës në plazh. Po? Po nuk të takova dot ty unë, se sa njerëz kishte atje. Kisha frikun të futesha në për njerëz. Jo, Poku, unë aty isha po të prisja, biles pa të takuar shumë fëmijë të cilët kishin dëshirë të takonin dhe të bëjnë të fala, biles unë i përshëndes tani të gjithë fëmijët që takova. Xhaxhi, Urdhro. po mirë, unë rria të pema larg. Edhe peshqit nuk i pash nga afër, jo. Por, Xhaxhi, Urdhro. mama mori babi një akuarium me peshq. Ashtu, Sa mirë, unë çdo ditë i ushqej ato Xhaxhi. E fus dorën aty, luk, i nxjerr peshqit, i hedh ujë të pastër. Poku. Xhaxhi, çfarë qefi! E di, po më ke dhënë një ide fantastike. Do të bëj tani një akuarium të madh me peshq. Çfarë? Po, një akuarium të madh me peshq do ta bëj. Akuarium çami të madh me peshq. Poku, vërtet, unë do të bëj një akuarium të madh me peshq, po jo prej xhami edhe pa ujë. Akuarium prej xhami pa ujë nuk e di. Sa i çuditshëm që jam o Xhaxhi Piktori. Atëherë po bëjmë gati, po marr mjetet, me njëherë e bëj një akuarium të madh pa xham, pa ujë, po me peshq. Mjetet që na duhen për të krijuar akuariumin janë këto. E para, do jetë një kuti. Kuti të tillë gjithë keni parë, i keni hedhur, që sot e tutje mos i hedhni, do t'i mbani. Sepse me këtë do të krijojmë akuariumin me peshqit. E gjitha kjo këtu do të pritet, gjithashtu edhe anash, edhe nga pas, po dal nga dal. Le të marrim mjetet më parë. 1 letër e bardhë, sepse këtu do vizatojmë disa lloje peshqish. Por na duhen edhe bojrat. Edhe kemi disa lloje të ndryshme bojrash, do të përdorim pothuajse të gjitha nuancat
të kuqen, të verdhën, jeshilen, blun dhe të bardhën, sepse do bëjmë edhe një ndërthurje ngjyrash. Gjithashtu, do të përdorim edhe penela, se pa penela s'bëhet. Si do të ngjyrosim? Do të përdorim ngjitsen, pastelet, kemi këtu, edhe filispanj. Një duket çudia. Filispanja do të përdoret te kutia, sepse këtu do lidhen peshqit. Nuk do të kapim peshq, vetëm do të vizatojmë, do të ngjyrosim edhe do ta bëjmë një akvarium fantastik. Do ta shikoni. Dhe gjithashtu do të përdorim ngjitse, lapsin dhe gërshërën. Me këto mjetet ne do të krijojmë akvariumin. Atëherë fillojmë nga puna. Hapim pak vendin dhe marrim kutin. Me një vizore edhe me laps ne do të krijojmë pjesën e cila do të pritet. Do vendosim vizoren, ta keni kollaj, siç keni vizoren, mund ta vendosni këtu paralel. Vendosni këtu vizoren, me laps ikni një vizë. Po kështu edhe nga krau tjetër, duke lënë një lloj hapësire, si shlame edhe nga krau tjetër, heqim vizën. Po kështu edhe në pjesën e poshtme dhe pjesën e sipërme. Siç e shikoni, gjithë këtë sipërfaqe këtu të mesit nuk na duhet. Po kështu do bëjmë edhe anash. Do fillojmë me pjesën edhe nga pas, edhe anash me të njëjtë lloj mënyre. Do lejmë një pjesën anësore këtu, në gjithë kjo këtu. Edhe brenda do të pritet. Prandaj na duhet edhe gërshëra, dhe të fillojmë ta presim, do të shikoni. Ja dhe kutit e kemi gati, do të thënë ky është akvariumi nga gjithë anët. Tani do fillojmë vetëm të bëjmë vizatimin. Mund ta bëjmë me lapustil. Do krijojmë disa forma të çuditshme, siç janë ato lulet janë në ujë. Gjëra të tilla do të fillojmë e të vizatojmë këtu. Të çrregullta. Do kemi gjëra të tilla. Edhe do t'i ngjyrosim. Mund t'i bëjmë edhe një sy. Edhe kësaj. Mund na duket si kafshë çuditshme. Atëherë vazhdojmë këtu. Jemi këtu. Do krijojmë gjithë sipërfaqen e kësaj. Edhe kështu. Tani që kryuam këto figura, do fillojmë të ngjyrosim të gjitha. Këto do të ngjyrosim ngjyra të ndryshme, për shembull të verdhë, të kuqe, sepse sfondin të gjithë rreth e qark do ta ngjyrosim në ngjyrë boqelli, ndërsa brenda do jetë blu, ndërsa pjesën e poshtme, pjesa këtu e poshtme do të jetë jeshile. Prandaj, pa humbur kohë, përgatisim bojrat. Siç u thash, do jetë një përzgjedhje ngjyrash do kemi sot, do përdorim edhe blun, edhe të bardhën, sepse do bëjmë një ngjyrë boqelli, cila do të lyejmë të gjithë sipërfaqen e kutisë nga jashtë, ndërsa, siç thamë, objektet që vizatuam sipër do jenë të verdha, të kuqe, gjithashtu do përdorim edhe pastelet sipër, por më vonë dal ngadalë. Më parë le të përgatisim bojën. Do hedhim ngjyrën blu brenda. Edhe të bardhë. Edhe do të përzihem mirë njëra me tjetrën. Tani që përzihen mirë e mirë, do fillojmë ngjyrosjen e të gjithë sipërfaqes. Pjesën e brendshme këtu t'i lejmë pa ngjyrosur.
Siç e shikoni, e përfunduam lyrën rreth e qark. Tani do fillim ta lyejm edhe nga brenda. Siç tham, poshtë do jetë ngjyrë jeshile, ndërsa brenda do jetë ngjyrë blu errët. Blu da marrim siç e kishim, pa e përzierë me të bardhë. Marrim vetëm bojën e blu. Tani që u ly e gjitha kjo, në ngjyrën blu brenda dhe boqe nga jashtë, do vazhdojmë pjesën e poshtme, siç u thash, me jeshile. Prandaj do marrim ngjyrën jeshile. Ta vendosim këtu. Dhe me një penel tjetër të pastër. Do fillojmë gjithë sipërfaqen nga brenda. Edhe me ngjyrën jeshile përfunduam, prandaj do ta lëm të thahet e gjitha, siç e shikoni. U bë e gjitha. Do presi vetëm të thahet sepse do fillojmë të ngjyrosim edhe këto, që kemi lënë këtu, në ngjyrë të verdhë të kuqe. Gjithashtu të vendosim filispanjën, por derisa të thahet, në letrën e bardhë që u tregova më parë, do të vizatojmë disa lloje të ndryshme peshqish. Mendoj të bëjmë disa 4, 5 ose 6 lloje. Do t'i ngjyrosim dhe ato, cilat do vendosen këtu brenda. Presim pak sa të thahet. Tani po filloj të vizatoj disa lloje të ndryshme peshqish. Edhe ju fëmijë të dashur mund t'i vizatoni si të dëshironi. Jo vetëm ato që keni parë në televizor, sepse në televizor keni parë besoj ke trim planet, kaq shumë lloje peshqish, të cilët janë lloj-lloj ngjyrash. Prandaj, edhe unë atë mendoj, të bëni ato që keni parë aty, me ato ngjyrat. Unë do bëj disa, po mundësisht mund të jetë pak si tek filmat vizatimor. Për shembull, një lloj peshku mund të jetë edhe si peshku top, që patëm bërë dikur, mund të jetë në këtë lloj forme, edhe të ketë edhe bishtin këtu, në këtë madhësi, do ketë edhe karat këtu, këtu do t'i bëjmë edhe syrin. Gjithashtu, ka dhe një këtu në mes, këtu dhe ngjyra, por më mirë të ta shikoni më mirë, mund ta vizatojmë me lapustil, në këtë lloj mënyre. Mund të jetë i tillë. Gjithashtu, unë do të vizatoj edhe një oktapod. Gjithashtu, do të bëjmë edhe një peshk tjetër. Për shembull, ky peshku këtu mund të jetë pak më i egër nga të tjerët, ndoshta ngjan pak edhe si peshkaqen, po t'i bëjmë një gojë të tillë, edhe dhëmbët kështu. Bëjmë edhe syrin këtu. Dhe nëse i bëjmë edhe këtë këtu lart, në këtë lloj forme, del pak a shumë si peshkaqen. Vazhdojmë. Do bëjmë një peshk tjetër, formë tjetër peshku. Bilesi do t'i bëj edhe buzët këtu. Këtu kam bërë 4 peshë. Po bëj edhe një gafore. Do vizatojmë një gafore. Gaforen do ta bëjmë në këtë lloj mënyre. Në këtë lloj forme. Tani do të fillojmë e të ngjyrosim. Sepse të gjitha këto, pasi të kemi ngjyrosur, do t'i presim edhe do t'i bëjmë 2 herë. Pse 2 herë? Do ta shikoni më vonë. Mjafton ju ta shikoni tani, se do t'i bashkojmë në mes të filispanjës, e cila do të vendoset e kutia. Më parë le ta ngjyrosim. Tani që kemi edhe bojrat gati, do fillojmë e t'i ngjyrosim një nga një. Fillojmë me peshkun e parë. Japim një ngjyrë të verdhë. Vazhdojmë me peshkun tjetër. Me që kemi ngjyrën e verdhë, do ta përdorim edhe tek të tjerët. Kemi këtu.
Tani do presim vetëm të thajem pak. Sa ti e tharë, do t'i presim dhe do të bëjmë edhe një tjetër. Do vendosim ato sipër, edhe me një laps do fillim të bëjmë vizatimin, pastaj edhe ato do t'i presim, do t'i ngjyrosim. Gjatë kësaj kohe, derisa të tharen këto, do të shikoj pak kutinë. Nëse është tharë, do fillim të vazhdojmë të ngjyrosim edhe kutinë. Edhe kutia ishte tharë, ishte gati. Tani do filloj edhe të ngjyros të gjitha këto që kemi lënë. Me penelin, si thash, ngjyrë të verdhë, ngjyrë të kuqe do të përdorim këtu. Fillojmë me të parën. Fillojmë me të sipërfaqen e parë të ta ngjyrosim. Ja dhe ngjyrosin e përfunduam. Të gjitha këto do t'i vazhdojmë përsëri ne me pastele, por do presim të thahet dhe sa të thahet, do vazhdojmë me peshqit, cilët i lanë përgjysëm. Heqim kutinë të thahet, do të marrim gërshërën dhe do të fillojmë t'i presim të gjithë figurat që kemi këtu një nga një. Tani që përfunduam të gjithë llojet e peshqve, do marrim njërin me radhë të gjithë dhe do ta vendosim mbrapsht në letrën e bardhë dhe do të bëjmë me një laps vizatimin sipër që të jenë të dy njësoj. Kemi këtu. Si që shikoni, e kemi gati vizatimin. Da presim dhe këta. Dhe do ta vizatojmë edhe peshkun këtu, një lloj si tjetrin, do me thënë po karau i kundërt. Edhe kemi dy peshq të cilët janë një lloj, sepse të dy këta do të vendosim në këtë lloj mënyre. Pastaj kemi prerë dhe ngjyrosur, e do jenë nga të dy krahat një lloj. Po kështu do të veprojmë me të gjithë të tjerët. Tani që u tha, ime gati marrim lapustilin e zi dhe do bëjmë një siluet rreth e qark të gjithë tyre figurave që kemi krijuar. Ja kështu. Tani që përfunduam këtë, do të vazhdojmë me pastelet. Prandaj kemi edhe pastelet që morëm që thash parë, sepse do të fillojmë tek e verdha me pastelin që është e verdhë në portokall. Do të fillojmë të bëjmë si hije, ja do të shikoni kështu nga afër. Që t'i japim një formë rreth e qark si relief. Kemi edhe pastelin tjetër. Është pak më i hapur se kuqja që kemi këtu. Dhe kemi edhe të errtin. Është një vishnje, dhe do bëjmë pak kështu. Si që shikoni, e kemi gati. Tani mbetet vetëm të hapim disa brima, do bëjmë filispanjen. Por më parë do të marrim një letër, e cila do jetë si udhëzuesi ynë, në cilën do hapim disa brima, të cilat do jenë lart edhe poshtë njësoj, sepse do jetë filispanja në drejtim të barabartë. Prandaj të marrim letrën e ta shënojmë. Do marrim një letër e cila është e barabartë në pjesën e sipërme të kutisë, do ta vendosim lart dhe do të shënojmë 5 pika, sepse
5 peshq kemi, e mendoj, tjetë njëri tjetë këtu, një këtu, një këtu, një këtu, edhe një këtu. Dhe pothuajse pikat në këtë drejtim. Dhe, si që kemi këtu, me laps, do të shpojmë një brim. Kështu. Vazhdojmë në këtë lloj mënyre me lapsin deri poshtë, edhe u hap brima e parë, e cila është ka krau tjetër. Po kështu do të hapim edhe 4 brimat e tjera në këto pozicione këtu. Kemi 5 pika. Me thënë, janë 5 brimat në cilët ne do kalojmë Filispanjën. Por, do ta kthejmë edhe nga krau tjetër. Dhe, si që kemi letrën në këtë pozicion, që kemi të barabarta, që t'jem paralele vizat me pjesën e poshtme. Prandaj, po në këtë mënyrë, kjo do kaloj në pjesën e poshtme, do të kthehet kjo këtu, dhe do të shpohen brimat e tjera këtu. Në lloj, si që vepron pjesën tjetër. Tani që kemi bërë brimat në gjithë sipërfaqen e saj, marrim të Filispanjën, që tregova në fillim, dhe e kalojmë këtu dhe në pjesën e poshtme. Por, së pari ne do ta lidhim këtu. Do bëjmë një lidhje. E lidhim në këtë lloj mënyre, që të mos dalë, që të ngeci këtu. Bëhet lidhje. Në qoftë se ju e shikoni të vështirë, është brima e madhe, mund bëni edhe një lidhje të dytë në këtë lloj mënyre. E shtrëngoni fort dhe e kaloni këtu. Fija, siç e shikoni, do të kaloj që është këtu. Do të kaloj në pjesën këtu, brimin që kemi hapur, dhe bëhet një lloj i tillë. Do të jetë i tendosur në këtë lloj mënyre. Sepse këtu do të vendosim peshqet. Prandaj, vazhdojmë lidhjen. Dhe jemi gati. E presim te këtë. Si që shikoni, kutia është gati, do me thënë akuariumi, dhe këtu kemi të gjithë peshqit që janë nga 2. Si që shikoni, këtu kemi tjetrin, gaforet edhe oktapodin. Do marrim oktapodin e do t'i bashkojmë të dy këtu. Si që kemi, bëhet bashkimi nga pas, në këtë lloj mënyre, do lyhet me ngjitse dhe kjo do të vendoset këtu. E do kemi, sipas dëshirës, akuariumin do vendosim peshqit. Prandaj, marrim edhe ngjitsen. Mund përdorni edhe vinovil nëse dëshironi. Këtu vendosim oktapodin këtu në mes. Dhe e lvizim sipas dëshirës. Si që shikoni, është nga të dy krahat është një lloj. Po kështu do të veprojmë edhe me peshqit e tjerë. Do t'i marrim një nga një. Ja dhe këtu e vendosëm gaforen, edhe peshkun këtu. Tani jemi gati. Akuariumi jon është i mrekullueshëm.
Provojeni fëmijë dashur, ta bëni edhe ju. Nuk është as pak i vështirë. Poku, më thuaj, akuariumi si duket? Duhet më thuash vërtetën. Nëse besoj se akuariumi jot që ke në shtëpi është më i bukur se ky imi. Ja, Xhaxhi, ja, edhe kjo është shumë i bukur, është i veçantë. Faleminderit shumë. Sa mirë më Xhaxhi të ka shkuar në mendje tek ato kuti të kartonit. Po, pra, unë prandaj e them gjithmonë tek gjithë fëmijët, edhe tek të tjerët që kanë takuar rrugës, sepse ju them që kutijet mos i hedhin, po t'i ruajnë ato, sepse me ato ne mund bëjmë çuditëra, gjëra të mrekullueshme. Biles, Poku, doja të thoja, sepse ditët që isha në plazh, shikoja fëmijët që dilnin ke bregu i detit aty, edhe mblidhin guaska. Guasat mrekullueshme, të vogla, të mëdha. Sa qef, mo Xhaxhi, sa më pëlqen guacka. Ja shumë bukur. Xhaxhi piktori. Urdhro. Ti ke mbledhur guacka? Unë guaska. Po ti si mendon? Them se po. Po këto çaj janë që kanë këtu? Sa të bukur. Bravo, bravo. Ja shifi. Xhaxhi të kam shumë xhanet mua. Ja, mere ke dora. Ti shikon. E shifi dhe këtu brenda sa janë. Ja të tregoj të fëmijëve guaska sa të bukura janë. Se Xhaxhi, po ajo e madhja. Shumë e bukur. Kush i ka shtëpina aty Sirena? Edhe mundet ta ketë Sirena, por tani merret një ide fantastike. Do të bëj fundin e detit me guaska dhe aty te guasa do të vizatojmë, do të pikturojmë edhe shtëpitë e disa peshqve, biles edhe Sirenës, pse jo? Si thua? Bravo Xhaxhi! Je i madh Xhaxhi, bravo, bravo. Atëherë po fillojmë nga puna. Xhaxhi. Për të krijuar fundin e detit fëmijë të dashur, sepse besoj të gjithë e keni parë fundin e detit si është. Keni marrë masë, keni zhytur, keni parë guaskat, peshqit. Atë dua të krijoj edhe unë sot. Do të krijoj me guaska. Si shikoni kam një guask këtu. Kjo është pak e madhe. Edhe po ta keni dhe ju një të tillë, po ta provoni ta vini në vesh, do dëgjoni dallgët e detit. Është shumë e çuditshme. Biles, nga kjo mu merri frymëzimi për të bërë këtë gjën e veçantë sot. Për këtë na duhen e para, na duhen mbi gjitha, na duhen guaskat, të cilat unë kam mbledhur të gjitha. Po. O të shikoni, kam edhe një guask të madhe. Sa e bukur është. A shikoni. Shumë e veçantë. Kam edhe guaska të tjera. Nga të gjithë llojet. Por ti mbledhim një nga një mjetet që na duhen. Kemi guaskat. Do ta duhet një pjatë plastike, penelat, kapustile zi dhe plur glitter, është ngjyrë argjendi, e që shkëlqen, e kemi përdorur edhe herë tjetër. Gjithashtu do marrim edhe plastelinën, është kjo lloj plasteline e cila bëhet e fortë, pasi qëndron gati 24 orë, ajo thahet edhe bëhet tamam si keramik. Është kjo. Marrim edhe buret. Do përdorim vetëm 3 lloj ngjyrash. Kemi një ngjyrë e cila do jetë ngjyrë argjendi, kemi ngjyrën blu edhe të verdhë. Siç e shikoni, kemi blun, të verdhën, edhe kjo që është ngjyra argjendi. Do duket pak e çuditshme, po arsyeja do të përdorim ngjyrën e argjendit është shumë e veçantë sepse jep një lloj shkëlqimi edhe refleksi. Por më parë do të vendosim pjatën. E hapim këtë plastelinën dhe marrim një pjesë të saj, jo të gjithë, dhe do ta vendosim në pjesën e poshtme të pjatës. Do të na duhet edhe pak. Do ta ngjeshim këtu, ngjitet në pjesën të pjatës. Tani që ngjeshëm të gjithë sipërfaqet këtu të plastelinës tek pjata, marrim të guaskën e madhe dhe vendosim këtu. Do ta ngjeshim mirë, do të lidhen bashkë, sepse kjo do të thahet. Ne do presim derisa të thahet dhe pastaj do fillojmë ngjyrosjen e saj. Për të do përdorim edhe këto guaskat e tjera. Do të ngjisim edhe këto. Një do ta vendosim këtu.
një lloj tjetër guaske. Do presim vetëm të thahet dhe sa të e tharë do të filloj me njerë ta ngjyros me ngjyrën blu të detit, do përdorim edhe ngjyrën argjendet ju thash, jep një shkëlqim. Po, dal nga dal, le të presim thahet një herë. Tani fëmijë të dashur, siç e shikoni, plastelina është tharë, është gati, edhe guaca tu nuk lëvizin, sepse është tharë plastelina. Prandaj, tani do fillojmë ngjyrosjen. Për ngjyrosje do marrim ngjyrën blu, që kemi këtu, edhe vinovil. Do t'i përzim të dyja bashk në një tas qelqi. Për arsye, lidhet më mirë boja me guaskat edhe me plastelinën. Nuk mund të hiki. Prandaj, edhe në bojën blu përpara, edhe ngjyrën blu, dhe gjithashtu do edhim edhe vinovilin. Marrim penelen, do t'i përzijem mirë. Si që shikoni, do bëhet një masë e gjitha, ngjyra blu, së bashkë me vinovilin. Tani që u përzihet, do fillojmë ta lyejmë të gjithë sipërfaqen. Tani që ngjyrosëm, do presim vetëm sa të thahet dhe do vazhdojmë përsëri një ngjyrosje të vogël me pak bojë argjendi. Dhe do hedhim pastaj sipër në gjithë sipërfaqen edhe këtë plurin që kemi këtu. Kjo është pluri argjendi. Tani fëmijë të dashur që kemi gati, boja blu është tharë, do marrim një pjatë tjetër, do vendosim bojën ngjyrë argjendi. Ne hapim e do vendosim pak bojë. Do ta marrim një penel. Peneli do të jetë pak si e thatë, nuk do marrim shumë, sepse do bëjmë atë që të fshihet, sikur fshim penelin sipër guaskave. Një gjë e tillë. Edhe jepet në vendet ku është më e lartë, që ka si reliefje të krijohen pak në këtë mënyrë. Les edhe tek pjata do të vendosim. Tani që bëm edhe me varak di sipërfaqen e pjatës, në cilën kemi vënë guaskat, plastelin edhe një guask të madhe, do të marr pak vinovil, ta hedh pak këtu. Dhe me penel do të përhap në gjithë sipërfaqen, pak nga pak, në disa vende, jo gjithandej, dhe do të hedh plurin e argjendit. Po më parë le të marrim vinovilin. Dhe do ta hapim dhe atë në gjithë sipërfaqen. Sepse vinovili kur thahet bëhet i dukshëm. Kështu që duket shumë bukur. Ajo që do vendosim si. Marrim këtë qesën. Po, që mos bëjmë pis në gjithë sipërfaqen. Ta vendosim në një tas tjetër, një vend tabaka më të madhe, do presim këtë. Edhe hedhim plurin në gjithë sipërfaqen. Siç e shikoni. Edhe këtu. Do ta lëm pak sa të thahet, të ngjitet në vinovil sipër, do ta shkundim dhe do vazhdojmë përsëri pak vizatimin. Prandaj, tani shikoj që kjo e mori pak a shumë. Këtu. Edhe mund ta shkundim. Do të marrim një lapustil të zi, që jo thashë në fillim, dhe do fillojmë sipër, do bëjmë disa vizatime të vogla, disa kuadrate. Sepse kjo do të si fundi deti, ndoshta do jetë edhe shtëpia e peqve, gaforeve, e do i vëmë edhe drita. Do duket si një qytet natën. Do ta shikoni. Për shembull, në këtë këtu do të bëjmë një kuadrat. Një tjetër këtu. Një tjetër këtu. Domethënë do ketë disa.
që janë të dala. Do të vazhdojmë këtu, sepse ka një lloj relievi që krijon kjo lloj guaske. Tani që bëm këto vizatime, do të marrim bojën e verdh, ta vendosim këtu, në pjatë. Në një penel më të vogël, do të marrim bojën e verdh, po do ta marrim pak kështu të trash, që mos jetë e holl, si shikoni në këtë lloj mënyre. Edhe ta vendosim në të gjitha këto kuadrate që kemi. Ne ta vëmë në këtë lloj mënyre, të trash, që kur të thahet mbetet e verdha me dritë. Ja kështu. E tani do fillojmë edhe dritaret që janë këtu brenda. Do ndriçojmë të gjitha. Ndoshta këtu është edhe shtëpia e Sirenës, mbretreshës. Sepse kjo është shtëpia më e madhe, ka drita më shumë. Ja kështu. Besoj fëmijë të dashur se keni vështirë të gjeni këto guaskat, se të gjithë keni qenë në plazh, keni parë guaska, i keni mbledhur sepse ju pëlqejnë, e di shumë mirë këtë. Dhe mund të krijoni diçka të tillë edhe më të bukur nga kjo që kam bërë unë. Këtu që është guaska, mund t'i bëjmë disa të drejta. Në këtë lloj mënyre. Kjo ishte. Edhe fundi i detit, shtëpia e Sirenës, e peshqve, e di llojeve të peshqve që themi që kemi parë në det, ne e përfunduam. Po kështu fëmijë të dashur, mund ta krijoni edhe ju. Provojeni edhe ju. Është kaq e thjeshtë, edhe kaq gjë e bukur. E do ta keni si sens bukurimi në shtëpitë tuaja. Provojeni edhe ju vetë. Ja dhe fundin e detit e përfunduam. Si që shikoni me këto guaskat. Poku, si të duket? Ja më thuaj tani. O, Gjaxhi Piktori, sa e bukur! Shumë e veçantë! Shumë e bukur, pa mend të më le fare. O Gjaxhi Piktori. Po, Po kam dëshirë të bëj dhe unë një. Do më japish mua ato guaska, të lutem. Patjetër do t'i jap ty të gjitha. Sa qef kalamaj, do bëj dhe unë një ashtu. Bravo. Poku, do kesh kujdes edhe fëmijët që kur e bëjnë këtë këtu, si që ngjita unë tek plastelina që ngjita gjitha guaskat, bojën kur ta lyeni, do ta bëni me vinovil që të ngjitet më mirë ke guaska boja. Mirë Poku? Sa bukur më edhe pastaj bëm dritaret. Si shikoni këto janë dritaret. Faleminderit Gjaxhi Piktori. Kjo e madhja shtëpia e Sirenës. Gjaxhi, shumë të bukura. Shumë e bukur. Apo jo kalamaj? Jo, këto janë shumë të bukura. Biles, Poku, unë ato ditë isha në plazh, jam frymëzuar kaq shumë, sepse ishte kaq bukur aty, sa që mund bëj emisione të tëra me motive vetëm nga deti. Dhe sot do t'ju them edhe këtë. Se gjatë kohës që aty në det, unë rija deri në darkë në plazh. Edhe shikoja perëndime të mrekullueshme. Dhe çdo ditë perëndimet ishin të ndryshme. Nuk ishte asnjë ditë nuk ishte njësoj Poku. Sa bukur më Gjaxhi. Bukur është edhe unë mendoj. Si po pres Gjaxhi që të realizosh të gjitha këto. Poku nxiton gjithmonë. Forca Gjaxhi. Jepi ti bëjmë të bukura. Poku. Edhe ju fëmijë, tani do ju bëj një surprizë. Do bëj një nga ato perëndimet e diellit që kam parë aty. Do ta bëjmë vetëm me karton. Nuk do përdorim penela. Çfarë? Po. Unë po marr mjetet e punës Poku e po filloj me një nga puna. Mjetet që na duan për të krijuar perëndimin e diellit do jenë një bojë e verdhë, e bardhë, e zezë, një pjatë plastike në cilën do vendosim bojën e bardhë, sepse për këtë ne do të përdorim vetëm në vend të penelit vetëm copa kartoni. E kemi përdorur të metodë edhe herë tjetër. Edhe një laps sa për të bërë disa
shenja se ku do të vendosim ato. Do t'i përdorim në një letë portokalli. Sepse kjo ideja më erdhi për arsye sepse sot kemi gjithë ditë që jemi në det. Bëm gjithë punimet e sot me janë me temë nga deti, brenda në det shumica. Tani erdhi ora dalim nga deti sepse erdhi perëndimi i diellit, edhe do të krijojmë vetëm një peizazh me copat e kartonit pa penela. Fillojmë nga puna, hapim pak vendin, sepse thash për lapsin. Lapsin do ta përdor vetëm për të bërë disa vizatime, për të përcaktuar më tepër vendin se ku do të vendosim bojrat. Ja shikoni, do jetë shumë e thjeshtë. Pak a shumë, këtu do të vendosim në të drejtim, do jetë pjesa e barit. Këtu do të vendos një pemë, palme, që do ketë edhe ato hapjet siç i ka pema, edhe këtu do të vendos diellin. Kjo ishte sa për lapsin. Tani unë do të filloj me një herë me copën e kartonit edhe me bojën. Do të shtrydh bojën e zezë përpara, që të kem ato pjatë plastike, dhe do të filloj me një herë duke futur copën e kartonit, siç e shikoni në këtë lloj mënyre, dhe do ta vendosim këtu. Do ta mbushim gjithë të sipërfaqe, sepse ka dhe më lart, ka dhe më poshtë. Në pjesën e poshtme do të përdorim një karton më të vogël që ta mbushim, sepse poshtë është më e errët, edhe sipër janë degët që hapen, edhe del dielli. E kështu që kjo pjesë këtu do të ketë më tepër bojë, edhe me një copë kartoni më të vogël. Kështu që do të dalë më e errët pjesa poshtme. Tani që e krijuam gjithë pjesën e poshtme me të zezë, do të marrim një copë tjetër karton edhe do bëjmë së pari trungun e palmës. Po trungu ka diçka të veçantë, sepse trungu i palmës nuk vjen i drejtë. Jo vetëm që ka një hark, po edhe ato pjesët kanë disa pjesë që vinë si me kënde. E atë do ta shikojmë tani, sepse do jetë pak e veçantë. Do marrim një karton tjetër, do ta lyejmë mirë. Edhe do bëjmë një lloj teknike pak të veçantë, sepse do bëhet një kënd kthese i tillë. Do ta vendosni këtu, edhe do të bëni diçka të tillë. Pak a shumë si një trekëndësh, ose V3. Një gjë e tillë. Ky është këndi edhe nga poshtë. Vazhdon këtu. Po kështu do vazhdojmë pak a pak nga lartë. Në këtë lloj mënyre. E mbështesim pjesën e sipërme. Ne nuk e lëvizim, edhe lëvizim vetëm pjesën e poshtme të copës kartonit. Besoj e kuptuat, sepse është gjë e thjeshtë. Nuk është aq vështirë, se disa thonë janë të vështira, thonë. Vetëm nëse nuk ulen e t'i bëjnë, atëherë është e vështirë. Tani, do marrim një copë kartoni tjetër, i cili do të përthyet pak, sepse do japim atë harkun që kanë degët e palmës. Po në të njëjtën mënyrë, do lyhet e gjitha me të zezë, dhe do ta vendosim këtu. Do t'i japim të jenë pak më të gjata, në tjetër vendosim këtu. Dhe do të vazhdojmë për të bërë dhe pjesët e palmës. Po,
kemi në qendër, do bëjmë diçka të tillë, si më të gjata këtu. Sepse gjithmonë këtu janë dhe ato arrat që ka, të cilat në të rast nuk duken, sepse janë këtu bëhet një si më errët, dhe me pjesën më të ngushtë do bëjmë pjesët e gjetheve të palmës, që janë në këtë lloj forme. Si që shikoni, e përfunduam të gjithë pemën me të gjithë degët si që vjen palma, gjithashtu edhe pjesë e poshme ku kemi barin. Tani do të vazhdojmë, do të bëj diellin. Diellin do ta bëjmë vetëm me dy ngjyra, do përdorim edhe të verdhën edhe të bardhën. Por më parë duhet të largoj këtë. Këtu vendosim pjesën tjetër të pastër, që të marrim pak të bardhë edhe të verdhë. Nuk na duhet shumë, pak do të përdorim. Por, si që përdorëm copën e kartonit, do të thënë si spatull që përdorëm tek dega e pemës, që bëm një lloj këndi, një kthesë aty, po me të lloj mënyre do të bëjmë edhe diellin. Por do bëhet i gjithi një rreth, do rrotullohet e gjitha kjo rumbullak. Ja do japi rrethin e diellit me të verdhë e me të bardhë. Ja do ta shikoni tani. Do të përzim pak të dyja, do marrim edhe të bardhë edhe të verdhë. Edhe këtu ku thamë do bëjmë diellin, do ta rrotullojmë në këtë lloj mënyre. Ne mbështesim në qendër, edhe bëjmë rrotullimin. Diellin e kemi gati. Tani do të bëjmë edhe disa rezatime, sepse dielli ndriçon kur është perëndim, jep disa rezatime të bardha në gjithë pjesën e pemës edhe tek bari poshtë. Prandaj, po me këtë karton që kemi, me ngjyrën e bardhë edhe pak me të verdhë, me të dyja, do t'i përdorim në këtë lloj mënyre, do të vendosim me majën e saj këtu disa ndriçime. Dhe këto do jenë vetëm nga një krah. Do jenë nga drejtimi i diellit. Tani, si që shikoni, ne i kryuam, po thuj se përfunduam, por unë mendoj që të bëhet disa zogj. Edhe ata do t'i bëjmë po me këtë lloj mënyre. Prandaj them të marrin copë kartoni. Do ta presim pak, ta bëjmë në formë trekëndshi kështu. Në këtë lloj mënyre. Si V. Në këtë lloj forme. Dhe ta lyej me të zezë. Edhe të vendos disa këtu. Po t'i përthyem pak kartonin edhe këtu. Edhe këtu. Do të japi një formë të tillë. Prandaj mund bëni edhe ju si të dëshironi, edhe jemi gati. Ja dhe perëndimin e diellit e përfunduam. Siç e pat, ishte shumë e thjeshtë. Vetëm me copat e kartonit i prem disa lloj formash të ndryshme edhe krijuam edhe barin, edhe trungën e pemës, edhe degët e pemës, edhe diellin,
edhe zojt. Prandaj, provojnë edhe ju, sepse është koha për të krijuar. Provojë dhe fëmijë të dashur, edhe ne këtu jemi. Ja dhe perëndimin, unë e përfundova poku. Duat më thuash vërtetën, si të duket? Shumë e bukur Xhaxhi, tamam si perëndimi që kam parë edhe unë. Sa bukur. Faleminderit shumë. Xhaxhi Piktori. Po. Po dua edhe unë të bëj një kështu. Po patjetër do ta bëj. Xhaxhi, po mirë, po fëmijët do t'i mësojnë të gjitha këto t'i realizojnë në Patjetër do t'i mësojnë të gjitha, një nga një do t'i bëjmë aty. Po tek atelia jon, poku, ne kemi edhe 2 faqe muri të mëdhaja për fëmijët, të cilët do të pikturojnë aty pa pasur frikë se mos bëhet muri pis. Xhaxhi, Urdhro. Mamur, Po. fëmi, vetëm te atelia e Xhaxhi Piktorit. Aty do të bëjmë gjitha. Jo. Poku, duat më thuash çfarë mësuam sot? Sot mësuam, sot kemi mësuar si të bëjmë akuarium. Kemi mësuar peshq. Po. Kemi mësuar sirena. Jo. Poku, do t'i tregoj unë fëmijëve edhe ty bashk se çfarë mësuam sot. Do t'i tregoj të gjitha më një herë. Mirë Xhaxhi, edhe një herë. Artist vegjël, mos harroni, konkursi ynë vazhdon. Vazhdon, Poku, vazhdon, por kemi fitues çdo muaj, kemi dhe dhurata simbolike. Dhe të gjitha këto punime ju do t'i dërgoni. Jo t'i dërgoni, do t'i dërgojnë ke emisioni, por unë do t'i ekspozoj të gjitha tek Crystal Center, pran atelies ton, aty, Tring Art Club. Ju mirëpresim. Ju mirëpresim. Miru pafshin fëmijë, miru pafshin kudo që ndodheni. Dhe mos harroni, punimet tuaja t'i dorëzoni në çdo dyqan Tring të qytetit tuaj. Ose t'i dërgoni në adresën Tring Digital, Artist Tok Fok, Rruga Don Bosco, Tiranë. Mirupafshim fillë dashur. Mirupafshim.